Nuk kemi të dhona zyrtare, ende për policisë Kosovës, do më thonë qëfar gjoba, a jenë shqiptu gjobat, po Erza na të rgoj që, do më thonë, një taksist i ka të regu, Erzës, e Erza na ka të regu neve, qysh këna një na, qysh na ka rajt Erza, për ju rajme dhe na juve, që një kompanije të taksit, 3 leje ju kanë konfisku prej gjobave që ju kanë ardhë edhe që janë detektu, janë shënu për mes kamerave të sigurisë, kamerave të policisë që tashmë janë vendosur në kryeqytet, në Prishtinë. Kjo lavdim është një praktik e zakonshme në plot shtete të botës. Unë e dim, na që kemi udhëtu, tash besoj ma shpesh udhëtojmë në për Evropë, edhe në Greqi, edhe në Google Maps, të më thonë në shërbimet e hartave, kemi kamerat ku janë të vendosme në për autostradë, që me pas parasysh se ku janë edhe që me ullë shpejtësin. është dukuri edhe në qytetet tjera në për Evropë, tashmë ka ardhë në Prishtinë. Kjo është një hap shumë i mirë, përveç sa që është një hap shumë i mirë, besoj që edhe na prej gjitha emisioneve që kemi bërë këtë së bashku me ju, atëherë thuj se në gjysmën e emisioneve kemi kërku këtë hap të ndërmarrë, do thosë për këtë sigurisë në komunikacion, që të vendosën kamerat. Kjo ka qenë vetëm një kohë që është shty deri me tani, por o ka në pamundshme që mos të vendoset për shkak sigurisë që kemi, do thotë këto gabime që bëhen, këto aksidente që bëhen nëpër qytet. Po në ditë sotit me gjitha këto zhvillime në teknologji ku kemi kamera, se cili kemi kamera në gjep, ka dikush edhe në kerë, kemi edhe në përshtëpi, mos me pas kamera në qytet, mos me shfrydzu ato, është do më thonë një dëm i madhe dhe është një humbje e kohë e policisë, do më thonë se s'ka nevojë policia me qëndru në rrugë duke detektu shkelje. Dy mundësi. Në ne, tash për shkak rregullimit të komunikacionit sepse frika që mos të vjen drejt e ne gabim për shkak të gjobës, edhe e dyta kemi thënë edhe më herët që për shkak që edhe vetë zyrtar të ndryshëm që mund të binë do thotë si në atë pjesën ku vjen drejt e ne gabim, edhe ata vetë nuk mund të ikin për shkak që mirën tabelet edhe shkon gjoba do thotë me post. Kështu që ne e mirë është për qytetarët, por ne jo e mirë është për zyrtarët për shkak që deri tani veç ndoshta i kanë ikë gjobave për shkak pozitës që kanë pasur, kështu që në këtë drejtim kamera nuk e njeh as atë person, as qytetarën e tjerë, vetëm që i shkon gjoba deri tek. Ishte një pyetje se tash kompanive, do më thonë, e përmendëm më majere që vozitët profesionist, do më thonë ata që e kanë punë vozitjen, si vozitët e postave private, vozitët e taksive, vozitët e dërgesave të ndryshme, do më thonë të ushqimit edhe në për motocikleta, bëjnë mas shumë të shkelje, se janë të nkonë rrugë dhe besoj që bëjnë mas shumë shkelje se tjertë, se dhe i shfrydzojnë ato vakumet e prezencës e policisë për me përfitu, do më thonë, Une nuk e di me ende se që kanë mendu, do thotë, projektin saj për këtë kamerave, por logikisht dhe ligjërisht do t'jetë shamë që nëse është mjet i kompanisë, atëherë t'i shkon kompanisë dhe kompania t'i e kthen, do thotë, të dhonat e shoferit që kanë duke e ngacur atë qashtu si duket ka qenë këtu në këtë rast. Po, se për ndryshë kompania nuk mundet të do thotë, më ngarku me një bardh dikuj tjetër. Jepet, do thotë, shënimet edhe shoferit, personit, edhe normal, mandej i shkon, do thotë, gjoba ati personit apo ati shoferit. Po, ashtu kishtë ndodhe, ish kontaktu nga policia kompania përkatëse, në këtë orë, në këtë datë, kush ka qenë shofer edhe kështu jenë bo thirje për ata 3 shofera me shumë në stacionet e policisë për me u konfisku patent shoferi. Po, në veturat private, qysh mendon që funksionon kjo, se qysh duhet si pas teje me funksionu kjo? Vetura private ishon, do thotë, shoferit që është, do thotë, veturën e emër të ati personit. Në rast që personi ja ka dhënë dikujna veturën, atër është përgjësi e tina. Kështu që vetura nuk mund të jepësh çdo kujt, por nëse jep dikujt do të dije se nëse vetëm vjen drejt në shkelje, atëherë do thotë barrën e merr ju vet. Apo me pajtimin e personit, atëherë nëse ai e pranon që ka qenë duke vozitur, atëherë do thotë policia mund t'ia barrë do thotë personit tjetër që është i deklaruar nga të dy palët.